Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, riso scotti, pasta garofalo, Prince Cafe, mielli finesa dhe uji alkaline. Kemi një sallatë shumë të shëndetshme, kemi një sallatë shumë ngjyrshe, shumë e bukur. Ti mundesh me xhiroan, po mos është më prit. S'po të pritet ta? Tepër e shishme. Ekstrem e shishme. Duhesh me qenë në restorant ofër neve gjithçysh. Emocioni. Çka nisi me rrjetin tënd social Instagram? Kom fillu në shpem, në dhomë tam. Mund ka I keni buskut që jo do sen ka që fjonkon në atë kohë dhe... Unë I kisha propozu një grem që I thekson vijat e ftyrës. Unë menoj që duhet pak me ju përshtat edhe çka ka vish, edhe çush është bo grimi. Mirëmëngjesi shikues, ka do që më ndesin këto momente, Kosovë e diaspora, mu ka bu kjo intro si strofë vjersha, vjershat kërë I mësojshim si fëmi. I kemi disa vjersha që nuk I harrojmë kur, por gjithmonë diaspora zë vend tek emisioni Shijanës, sepse kemi shumë shikues nga diaspora, kështu që faleminderit diasporës që e ndjek Shijanës, faleminderit që na shkruani komente nga Kanadaja e largët, marr komente në kanalin tim në YouTube të Shijes së Anës, që pëlqejet kjo emision, pëlqejnë gatimet e mia, knatësi, faleminderit që I gatuani dhe më besoni, sepse kur I besoni dikujt I bjen që ju shkoni shpenzoni para për ta gatuar atë dhe faleminderit që nuk ju kam dëshpëruar deri më tani. Pllomsa o shok, faleminderit që jemi neve dhe na jep jetë emisionit ton, çfarë kontrasti sot pembe bardh, kemi edhe tulipanat atje o sa të bukura. Por I kemi edhe të ftuarat, mos si tulipanat, dhe ato si lulet bukra, 2 motra, Arnisa dhe Blerta. Po I shohim produktet, me qenë se jemi në stilën e bukur të pranverës, po I afrohemi verës, thash mos ta mbyllim sezonën pa gatuar edhe një sallatë. Po shohim kemi dredza, kemi ananas, kemi ara, kemi qep, kemi mjalt, kemi balzamiku, usull molle, vaj më I mirë italian në treg, monini, o zë çfarë sallate, Edhe këtë sallatë ua garantoj që nuk do ta hiqni nga menyja. Muri I famshëm tek Shijanës, pa të cilët nuk do të ishte I mundur ky projekt. Faleminderit Ciao Berto dhe Franke, po I drejtojmë diasporës krejt ju që do të vini verës, do të renovoni shtëpitë juaja apo edhe keni më abo për hajër, shtëpisë juaj të re, janë Ciao Berto dhe përfitoni nga modelet dhe çmimet promovuese, mos harroni si gjithnjë, shfrytëzoni kodin 10%, se mos me kursybre. Do me thonë, shfrytëzoni kodin Shijanës prej 10%. Rizo skote se Anisa mu lodhë. Unë e lodhë se kur të vinë emision shikus me 100 sane mirë, na mos me bon këto kërkush gati, krejti poj vetë. Edhe harroj me pi ujë. Edhe bile para se mi Anis me gjiru emisionin tharë cakit kukuj, thash inshallah. S'noj nëse s'kom pi ujë, po s'ka lidhje. Me disë po presë dhe pi ujë alkaline, edhe në fitness edhe katë shkoj, pa ta s'shkoj, Anisa prej poshtë, ujë më I mirë në trak, me pëhan prej nëndë. Prince Cafe, më e mira, për mu, shija preferuar e
vanilës, e kom pa në për markete po shitet tash më shija me të madhe, se shkova një ditë në lagje ku jetoj edhe e pash që kutia ishte shprasi, thash asaj punëtorës, ku është vanilla, o, tha që ta shibina, po nejse, shuqër kisha në shpe. Mielli finesa, mielli më i mirë vendora, me mielin finesa keni edhe tipin për pica dhe për pite, kifle, qka të doni. Pastat garofalo, kështë të thonë një herë që kemi bo pasta po arova që kemi salata, mos harani pastat më të mira italiane në treg igjeni garofalo, të cilat janë artizanale, kemi super pasta, rizo scotti o rizi më i mirë, thash. Flomin e përmena, mësafiret i përmena, po djetë, mësafiret, 2 motra, shumë simpatike, shumë pozitive, që po e bojmë punën me shumë përkushtim. E keni vrej që tash e disë në janë, ato po më zbukurojnë. Tek shija e anës, edhe sot i thash Arnisës, bëhet fjallë për Arnisa Mjekun, që është grimere, dhe Blerta Mjekun, motra tjetër që është floktare. Thash Arnisa, qështu këmë në veshë, thash, një grim ma naturali, kemi ca didza këtu, s'po di ca ke hajde të kamera apo vrejnë didza dhe jo? Të thash, pi du disa didza, se unë e vdes mas didzave. Një grim natural edhe flokt thjeshta, i thash Blerta, hajt pak, pi bojna do zredha, po desa erdha këtu më lëshun këto e flokët e mija, se më nëni me thonë, tu pas kam priq flokët, po thash, mo të jem këtë shikues. Edhe vendosa pra kështu, shumë spontanesht, duke më grimu për emision, thash, hej, qika pëse s'po vinin emision, për me e kjone, thash, po vola, pse ju? 2 motra, cila e nisi, Arnisa është ma e vogla, Blerta është ma e madhe, por biznesin e nisi Arnisa, para 7 viteve, gjithçka nisi në rjetin e saj social Instagram. Sot në bot kemi njerëz që janë bë milionera nga rjetet sociale, me një ide të thjeshta, mos ta harojmë Salt, personin e famshëm turkon me kripën kështu, u bo s'dja u bo miliarder, a multimilioner, po nuk i dihet kur, pra, kemi një kanal dhe pse mos shprehim talentin ton. Dhe mandej ju ka bashku edhe Blerta është bashku më vonë. Kemi me folë shumë, e kam postu fotografin, publiku pyet shikues, kanë ardhur qindra pyetje, kanë ardhur shumë pyetje me të vërtet, pyetje shumë pozitive, shumë interesante, mezi s'po pres t'i kemë motrat këtu, që ta shijojnë këtë salat. Edhe një detalj për këtë salat, Blerta tha unë nuk e ha qepën, Arnisa tha unë e ha qepën, kështu që një pjo do t'jetë me qep, një do t'jetë pa qep. Edhe ju, qofse nuk e hani qepën, gatuajni këtë salat pa qep. Po shkojmë vesh me një reklam dhe kthehemi u lodha apëshe, ta marrë një ujë shikus. Ja, unë po ju përshëndes. Po e pi ujen, se nuk bën kështu. S'ka bre me alkalajna, dhe knaqësi kur pim ujë në kanache. Atëherë, gëzuar, krejt juve që po pini kafe në këto momente, që ka do dhe ka do qeni në këto momente, mos e ndroni kanalin, që ndroni me Klan Kosovën. Krejt ju që keni veç një televizor në shpe, mos harroni futoni në YouTube, një live dhe aty. Okej, na shkruani prej cilit shtet qytet po na ndiqni, pse jo, kisha pas dëshirë me ditë, këtë ditë të diel, me temperaturat të larta, të lezetshme, nga po na ndiqni. Dhe keni shumë receta për të inspiruar se çfarë gatuani gjatë javës, sa mbi 100 receta i kemi në kanalin. Shkoj vrapzone. Mbi 100 receta i kemi në kanalin ton, marketing shikues, dhe kthehemi shumë shpejt me sallatë sepse motrat sa nuk na kanë. Shikuar, tani është momenti për të përgatitur super sallatëna tropikale, po e qua. Jemi në sezonën e pranverës, po vjen vera. Edhe një sallatë më ndrysha, jemi mësu, jemi rritë në familjet tona me një sallatë ku ka tranguj, ka domate, ka qep, ka djath, ka ulle. Sallatat thjeshta. Sot në internet po shohim lloj-lloj inspirimi, lloj-lloj sallate, lloj-lloj çudia. Që para disa viteve, kur kemi dëgjuar shoqëni hek me hangër drezën me djathin bashk, po është super kombinim. Sepse kemi edhe sallatën tjetër që është me shalqinin, me bostanin dhe me djath, shkon shumë kombinim, super kombinim. Atëherë, pa humbur kohë, thash, kemi një sallatë shumë të shëndetshme. Kemi një sallatë shumë ngjyrshe, shumë e bukur. Po e quaj si atë sallatën me baby spinach që e bona me badema, me dreza javë më parë, edhe këtë po e quaj si fancy sallata. Çkan kemi këtu? Këtu kemi dreza, kemi ananas, kemi një tranguj, kemi 100 gram arra,
kemi gjysë qepe të kuqe, sepse e dim që qepa e kuqe jep shumë shije. Kemi vajnë, kemi vajnë më të mirë italian në treg Moninin, kemi nga Ponte balsamikon që në fund do ta dekorojmë sallatën. Mos harroni kur shkoni në market, bleni këtë që ka shenjën e dredhës. Dhe kemi uthullën natyrale nga Ponte, 100% natyrale me mollën, që gjithë e dim që uthulla është shumë e shëndetshme. Për ndryshe ju që nuk e keni ditur, uthulla e mollës, sidomos kjo e Pontit, që e kemi italiane, është 100% natyrale, ka shumë benefite shikues. Disa prej tyre janë që përshpejton, ndihmon tretjen, sa më të shpejt, pastaj nivelizon sheqerin e gjakut dhe ndihmon humbjen e peshës. Mos harroni, uthulla ka shumë benefite nëse nuk i keni ditur. Atëherë, nëse cilën familje e kemi dikë që nuk e ha këto, nuk mujme pa këto me sy. Edhe motrat mjeku, e kanë këto. Blerta tha, unë nuk mujme pa me sy qepën. Unë e qepën e ha, veç nëse nuk shihet në ushqim. Kështu që këtë sallatë do ta ndajmë në dysh. Fillimisht do t'i bashkojmë gjitha përveç qepës dhe do t'ja ndajmë këto blertës e pastaj qepën për arnisën. Dhe po fillojmë, i kom prej ma herët dhe shkojmë me një herë me ananasin, kemi ananas. Po i marim drepzat. Për ndryshe, drepzat i kom prej ndryshe, sepse te sallata me baby spinach që kam prej një herë në mes, këtu i kam prej disa herë, ja i kemi copa të holla. Tani do të vendosim trangullin, kemi një trangull. Kemi 100 gramara. Tani do të marrim vetëm pak krip. Si gjithnjë, krip detit e këshijanës, 1 herë, 2 herë, 3 herë, mbaroj. Vaj më i mirë në treg, vaj Monini, do të shkoj me pak vaj ulliri, kështu. Sepse vaj përveç që në ndihmon në shije, në ndihmon edhe në shkëlqim sallata, shkëlqim bëhet më e pasur. Do të shkojmë me pak uthull nga Ponti, thash 100% natyrale e kemi, vetëm pak uthull kështu. Dhe krejt për fund, mjalt. Ja. A e mirë? Ja, pra, përfunduam edhe me mjaltën. Thash, salat shumë e shpejt, shumë e thjesht, tani gjitha këto do t'i përzijem kështu mirë, ja. Salatën e kemi gati. Bashkë ta provoj se shumë interesant po duhet, Hajde. Wow, hajtë ta marim ta marim kështu. Një arë, një dredhës dhe trangulli po më interesant. Kemi trangullin, ananasin edhe dredhën. Shumë shije në një pjatë. Wow. Thot dikush hajto janë se s'ki shpik kur gjo, valla po. E pas na shpik një super salat sot. Qofse dëshironi që të keni edhe diçka nga gjyra e gjelbërt, krejt në fund mëndën edhe pak gjete majdanoze, qyshën të mdhaja ose i preni krejt të imta dhe aja del buko, qofse dëshironi të keni diçka gjelbërt. Qofse jo, leni kushtu, mos harojmë që ne kemi edhe qepën. Tani, do t'ja servojmë salatën blertës, sepse ajo nuk e don qepën. Okej, tani, super balsamiko me dredhës nga Ponte. Me qëllim nuk e kam qitë në vangëll, në enë, që mos ndrojnë ngjyra e sallatës, Thash, një sallatë më fancy, tani do të shkoj me dekorimin vetëm nga sipër. Ja, kështu shikues. Ja, kështu. Ja, pra sa e bukur është kjo sallata, po duket balsamiko si çokoladë, por është balsamiko. Tani,
Ne që e dojmë qepën, ja, do ta vendosim qepën, ja, kështu. Thash që kemi gjysë qepe të kuqe. Sepse qepa e kuqe e ndryshon krejt llojen. Pra mos e gatuni këtë sallatë me qepë të bardhë. Jo. Me të kuqen. Shikues, kjo është sallata për sot, keni me u shkri. Ja një ide, që se keni sot ditë e diel të ftuar, t'ja servoni një sallatë pak më ndryshe. Nuk mungon prangulli, por kemi ananasin, kemi qepën e kuqe, për ju që e hani, kemi drezën, kemi arat, super sallatë. Tani, do t'i vendosi edhe vetës, sepse sa s'na kanë arë të ftuara, do t'hanë një super pjatë të freskët, që kam na lumturua, edhe pak pjalot caket edhe nitit, shto, sa me shiu, e ty caket, që caket e kemi këto, kur shkon shpetu i lejnë grus me ta bu këtë salat. Shikus, o zot, tim për jo munga. Prit. O, do shmi regullu. Erdhëm shikus, përzini qoja. A mi të jom frish. Edhe boost. Hajde, i hagë lozat është, ko hangër krejt, se hangër Qata salat. ku morë me veti, O, Lojane, hajde edhe pak. Kësa i di më nglosat shikus. Edhe pak Anisa. Hajde, s'më përqep me vizlu ma shumë. Ona i do në nxixat. Qa kena bu vrena fa juve në karantin? Katastrofa. Shumë bukur tash. A, mirë. Hajde, tash sa ke knej, hajde knej. Shikues që qëfar bukurosha, kemi 2 motra. Pe Anisi prej Blertës, është ma e madhja, Blerta mjeko, floktare, edhe Arnisa mjeko, grimere. Po biznesin e ka Arnisa, e mande e ka marrë Blerta, po kemi me fol ma vonë. Ati për qafaj, te ma të madhës. Mirë më nëgjese, edhe pse jeni pala pak ma herët, se më kanë zbukuru. Po, knatësi me ju pas. Pe, shia e anës. Knatësi dhe për ne. Si edhe për neve. Qka po dënim ju gatu, thanë, vla tiramisu, e thashit se keni keq, po na herë tjetër, a shkoj me diçka tjetër thanë salat. Salata ti hani? Po janë salatat edhe ma mirë thamë salata, si po vina ka vera, mos thojna ëmël. Po pak, me hek barkun pak, ha? Na në verës, po mujna më për kujdes për ushqimin, se dije që është sezona dhe non-stop nga rkes, kështu që kena nevoj të shka shpejt edhe lehtë, mos më na më. Qysh bre se hanë kepën të e normal? Kom marrë edhe kërsnime për këtë punë të kepën. Kërsnime? Po? Qfare? Hajde të regona? Po jam kone vogël, kanë tentu me mështi me hongër me zërë. Dhe nëse të menu që në vish po las drona, edhe më kanë kërsnu në sësan këto, nësë këna me të marrë këto në sësan, këto në më jo. Edhe në konë luft e unë për gjithmonë. Okej, ama që e kemi pjatën të ndet pa qep, Arnisa e ka me qep, edhe one me Po qep. do këtë prapë si tortë, po do këtë si tortë. Si që ballat kjo. Në prapë amël. Amël, po kemi pak mjallë, po kemi super salat. A jemi undë? Shumë. Shumë? Super. Para se mu disa të bomi gati, shikuze shkojmë vetëm me një reklam. Për mes saj kamere, motrat mjeko, thoni shikuze, po shkojna me një reklam. Veç me një, mos të ndrojnë kanalin, se këthejemi shumë shpejt. Shkues të ndëruar, shkoj me një reklam, këthejemi shumë shpejt. Va, shikues, zdi ajo kamer, apo e qëtë si kamera janë, po s'pata qare pa e bu, në një gjerim për Instagram. Krejt pink, pjatat pink, Apo? syt pink, bluza A, pink. për shtë që bëlla jemi për shtatë Arnisa. Krejt pramverë. Ti mund është me gjirohan, po mos është të më pritë. S'po të pritë ta? Jo për provojnë. Hajde. Provojna na. Hajde, edhe mu me... Ne, se unë pas na provu që kus harova. Hajde. Hajde, bismillah. Te i për e shishme. Ekstrem e shishme. Përë me?
tepër. S'ma bëni qefin pse keni ardhur te ana këto. Jo, s'jena pa bu qefin, por shumë e shishme. Shumë e freskët. Shumë verore, shumë. Apo shkoj? Shumë shije me një shije. Shikues, wow. Duhesh me qenë në restorant afër neve gjithçysh. Emocioni. Jo, duhesh me qenë gjithçysh. Për më? Tepër e shishme. Faleminderit. Inshallah o zot. A ta ke? Inshallah. Sa ke ti çefte ajo? Jo, se unë tem, sa më tepër me shishëm. shije. Restorani? Në restorant, Nuk e di pse Inshallah. po provon pak edhe me keps, se nuk po vrihet që ka keps që është. Ti ke peshë me sy? pesha me sy. Vet. Sa po shkoj ka çepa e kuqe bre tregoj. Shumë. Që ata i thonë provo se s'po vrehet, Wow. kur po përzihet me Edhe shije tjera. ananasi shikues. Hajde ca ki afër, hajde ca ki afër. Ja, pra edhe qep edhe ara, edhe dreza. Na knoqem. Apo bre, kjo nuk e din, se edhe e djekës pikante nga qepa, wow, farë kombinimi, amo i bleta. Mu po m'vjen, po m'dominon shija omën ma shumë. Kështu që edhe des për omën. Po ama qepa e djekës atin sa e mirë. Po, e di që është mbretneshe e kuzhinës, se krejt ato, po... S'ka mujtë kërkush m'ja shpjegu që sa vjet. Kam tentu, po thjesht s'është që mëj më vinë. E ku? Okej, mu po m'djek goja, lumi ati që s'po djek ty goja, po pak marim uj. A keni pi najhere uj alkaline, a? E kemi ujin me pH prej 9, kanaçe, a? Super uj i shëndetshëm. Unë jam përdoru se shpesht e këti lloj ujit. Apo? Më pëlqen. E kanaçe a ki pi? Kanaçe jo, veç në shishe kështu. A pse nuk stërpik? Shumë fare, si po dohet. Shumë. Tamam, cool. Dit e dje. Po të thejën thojt. Hajde, çak. Thanks. Të bëfte mira, mirë se na keni ardhë, mirë se na keni zbukuru shijen e anës, si qërshia jeni edhe jo, kemi edhe qërshia shikus, edhe dredza. Faleminderit. Faleminderit Tepër për mirëpritjen. Po na bën muni si kur jena në lokal ose në kafe me ty. Po S'është që pe kom atë emocionin e emisionit. ose. Super, po vjen shumë mirë. Po, shikuesit po na shohin dhe po pyesin, a tho këto dy bukuroshe, a din me gatu diçka në kuzhinë, jo? Po, dim me gatu, po s'është që na bjen neve me gatu tepër shpesh. Pse? Po, ne jena tepër në zonën e me punë, edhe mami është, më thonë, bosi i kuzhinës. Shpe edhe ajo përgadit për neve. Trajton pak si princeshe. Po, qyshe ke thoni koment ma herët, kush është mami në kuzhinë? Kitchen queen. Kitchen queen, atëherë, për ty, Arlisa, cilë është pjata që ty ma shumë të pëlqen që pregadit mami? Hajde. Pjata. Që ti thu mami të lutë nga bëma që të njësër. Fli. Fli, a priton mami me të bo fli? Jo. O, sa mirë, Çdo të dile bile. përshëndesim. Çdo të dile bile kemi flia. O, sa mirë, s'ka Mami trashën tepër ja, shumë bravo. gëzohet kur na i tregojmë çka me bo. Se Aden ajo thot shumë pritoj me janë gjithë emnin, ose me di çako me bo sot me ungre kur i tregojna, se na jo poruem për ushqimet, jo ma healthy, jo nuk e ha kepen, jo nuk e ha atan, ajo pe ka tepër shumë probleme kur i tregojna gëzohet tepër shumë. Ama po jas na jena shumë mas sheqerit edhe mas bruna. Bësh ato që s'duhet. Ti jemi, hes më starin. Atëherë, po më intereson, për ty që është pjata me e përqyme nga mami? Ti që i kërkon? Unë dhe Anisa nuk është që kena shumë dallime. Po, një kjo tha flia. Ti? Po qëto, lokuma, fli, Lokuma. lokuma, mëngjes, Krelon. krelon, me duqa që tojmë. Kur s'kon bo kërlon, a keni bo jo? Jo, personalisht nuk Jo. s'kom po, veç që mami. Okej. I bën këto, po thonë brum, na qako brum, me thonë tepër na kona është po, po duhet me ik, brumit për ndryshe.
Hajde bre se. Ama dhe sallatat, po, jo, na pëlqejnë tepër shumë. Ushqimet leta, zakonisht munohem me hungër shkaku, një peshës, po them, po dohet me urut. Ani, mu po vjen mirë që po ju pëlqen kjo sallatë që e kom gatu. Lumë shëndur. Faleminderit, Lumë shëndur, restorantin na ofër neve. Inshallah, ve preki hunën, atë shikues. Do t'i lëm motrat mjeku që ta hajnë, prapa kamerave sallatën. E pat sallatën, një sallatë shumë e thjeshtë, shumë e shpejt, shumë e shëndetshme. Gatua jeni, ne po hajmë në qetësi, mos e ndroni kanalin, sepse shumë shpejt do të kthehemi me shumë llafe edhe kafe. A pini kafe? Na kemi instant vanilës, princit, më e mira, a e pini? Po ta besojmë ty. O, faleminderit. Se s'kena dyshu në salatësh. Okej. Cili është trendi i grimit shikues? Cili është trendi i flokëve vera 2025? Nuset, maturantet, etj. Kthehemi shumë shpejt, mos ndroni kanalin, që ndroni me Klan Kosovën dhe shijen e anës. Super. Hajde. Blerta, ma bëftë mirë kafeja nga Princi, se Arnisën e keme të nxonë me. A ljëve mirë? Po se më fshirë. A me kili më mira jo? Po, dhe të shumë një t'i kjetë. Salata ishte fantastike, shikus. Gjuna që s'kjo angër qip, edhe pse mu me të më fetë shikus. A pëshet që Edhe më kati një farë panike, o A zuk. pëshet që ma mirë që s'kom hungër. A ma mirë sa angëra? E unë sot që kom hungër qip, mu ma kojti, po kom e flajt me Blertën, e kom më tranu. O, e qa kime boj, Blert? Plejnë salon. Sakrifikon Anisa shumë shpesh për mu. Ta kishit pas që të kauq, kjo është nga Ashlyn Alberto. Besoj si shë këthy mund dhumë të Arnisa. A, Blerta? A përse sa i but kauqe? Qështu për hanë qip me gjithë qep. Po pim kafe, e kemi këtu një orë të zallit, a e kemi traditë të shijanës, po e nisim me ty me matë madhen. Qka me ndonë kur e shë orën e zallit, Blerta? Se di mu mjep qëtësi. Qëtësi. Ty qka t'jep? Si ndjesh ti? Qka do të thot për ty? Ti ko shtot saunën ma kujtën. Kanë? Saunën. Dhe kur shtot për shkonjeta shpejt. Ty qfar njësie po t'jep kur për eshe? Që s'kena ku, dohet me vazhdu. Duhet me punu, pra. Po e nisim tash me ty me matë voglën shikus. Ideatorja për të fillu këtë biznes. Biznes i së bukurës. E tash krejt ma herët kur u futët të në kuzhinë, veç na e dim qa kemi bon karantin pa juve. Se haroj kur, në atë kohë i kom pas rrëdh 16.000 followers, edhe pa ta shku të Flektarja më Albanit, që e përshëndes, e pa ta realizu një historia, te me këmastrem mujve këthejemi tek Flektari, edhe rriqja asaj histori, sa e kam pa, ka qenë 40.000. Unë e kur s'kom ri mo, mi pa dikur storjet 40.000 persona. E kom screen record, e kom trujt me. Po në karantinë kemi pa që sa keq qenë ka jeta pa Flektarin, sa keq qenë ka jeta pa Grimerin. A më të njëjtën kohë dhe i në mësuka, pak jo mu ly vetë, jo me ndrejsh flok vetë. Ja heq, unë e heq. Jo Unë me e pa juve rregullu s'di qa sajt. bëj. Unë edhe pa juve s'di qa bëj, shqyqyr që ju kemi. Edhe që jeni talente, sepse në Kosovë tash me ka shumë grimere, shumë Flektare, se cila më e mirë se tjetra, nuk mund të themi që kjo bën, kjo nuk bën. Mu disa grimere gjatë sezonës më kanë lyë, se cila është më e mirë se tjetra, asnjëra nuk jeni e njëjtë. Gresa është ndryshe, Adelina është ndryshe, Arnisa është ndryshe, po se cila e keni dorën edhe shijen e bukur. Dhe stili grimit dallon dhe ndryshon, Bravo. po se cila ka stilin e vetë që e veçan prej tjetrës. E vërtet. Nise para 7 viteve, gjithçka nisi në rrjetin tënd social Instagram. Po. Hajna trega. Muj me thonë që prej moshës 16 vjeqare, kom fillu me grimu ta më kështu kliente, po si fillim kom fillu në shpem, në dhomë tam. Edhe jam shumë krenore për këtë pjesë se nuk kom punu më herët të dikush, edhe gjithë shka kom fillu vetë,
Po si fillim për më po njerës që unë e ly edhe punën tam, edhe artin që unë e bëj, kom fillu me ly vetën, me bo eksperimente grime të ndryshme, mandej pjesën alt me kombinu diçka, jo aksesorje, kështu me bo diçka më artistike, më interesant, edhe kështu gradualisht ka fillu edhe interesimi njerëzve për me ardhë me po punën tam. Sa mirë. Mandej si u futet në këtë lojë, motra madhe, cili ishte plani ju që ka qenë andra jote mu bo që u bo në këngëtare? Unë me Anisën e kena 6 vjetë diferencë, edhe do më thonë kër ja kom nisën e pak ma shumë u grimu për vete dhe me ble ma shumë shminka u konë në shkollë të mesme, do më thonë 5-16 vjetë edhe e vresha që jëmë të mungu sanët. Sa interesant. Unë mungu e keni buskut që jo dosenka që shënë konë në atë kohë edhe e vresha që është të me marrë Arnisa. Arnisa do më thonë prej e vogël shumë e ka pas pasion. Në gjeneratën temë për me u marrë me zanat nuk u konë shumë e modës, me thonë edhe, nuk u konë shumë nuk e konë shumë e vlerësune, u konë shumë interesant për me kry një fakultet, për me studiu. Fatmirësisht unë e kom përfundu studimet në marketing ekonomik. Interesant. Kom vazhdu me punu si ekonomiste, po gjithmonë e kom dasht grimin, e kom dasht flokët dhe jam gjithmonë kur kanë shku gratë e dajve, agjës, kur kanë shku në dasma, unë jam konë ajo që i kom regullu. Pa kry asni shkollë, asni trenim? Pa kry shkollë, pa kry trenim, e kom pas pasion edhe e kom dasht. Bravo. Sot me zanatin e juj, po bëjnë shtëpi? Po. Apo i bjen keq po bëni shumë pare? Zanati nuk të len pa pare kur. Milioner nuk të bënë në shta, po pa pare nuk të len kur. Po, unë menoj që se cilën pun për me bo pare, do është me punu te për shumë. E vërtet. Sa orë në ditë punoni? Motrat mjeku. Arnisa? Mas shumë ti që ke punu, hajde që ja sezona e verës, fluksi, dasmat, muset, kana gjithë fejesa, Dhe në 14 orë. 14 orë. Me qka e ma ishe barkun? Shpiftin? Me sanetam la. Amtja, po da, përshë që mu ma herët më kapi pani, kur shikos qepa, me mjallët, apëshe? Më kujtu që kemi mjallët. Po shëqeri, kur të vjem pak diçka u me lekështum. Se vile hallar shiku se kanë të ullët, po ja po pi kafe, se kjo ka sheqer. Na bëftë të mirë, ju bëftë mirë dhe ju bëftë pini, se uftoq. Mi pëlqenjë gotat, me pi kafe në kësi gota. Shumë të A, interesant. Shumë interesant. Bërkrasi ju dyja. Shumë të mirë. Një bësë mirë. E kom një dhurat nga Ciao Berto? Okej. 20% zbritje nga Ciao Berto dhe 25% nga Franke. 20% edhe për ty. Wow. Shumë të mirë. Keni bo shumë përqindje, hajte një kur dëni, që që ju ka përqypë në Ciao Berto, nuk di për qa keni nevoj. Ndërsa për ndonjë ulsa aty të saloni, nuk e di, mirë se veni, i keni pa afat. Shumë të ndire. Ka nërë pyetje nga publiku, me qenë se sot jemi 3 vetë, jeni 2 të ftuare si me i bo 2 emisione, ka nërë shumë pyetje, unë them që përgjigjet e juaja të jenë, sa më shkurt, sepse një pyetje më përgjigjen 2 persona, okej? Okej. E një gati? Po. Ata pim pa kuj? Hajde, shkëve pim pa kuj, se kene mu përgjigj shumë. Okej. A ju kanë ndihmu TikToku për biznesin tuaj, sepse ju jeni aktive tashmë edhe me video në TikTok, fatë që në Kosovë s'është mbyll hala. Po, kohëve të fundit është pak ma viral rrjeti sociali TikTokut, po unë e shoh me ma shumë potencial Instagramin prapë se prapë. Okej. Ti Blerta? Edhe unë menoj njëjtë se Anisa, po duhet me një trendet pa tjetër, po duhet edhe TikTokun. Një gjithë syrë. Dhe një menaj pytja onë s'na kalzove heq. Shiku, si kam shku me më zbukuru, sot me më regullu, anë pytje, do s'ka pytje, e qysh kemi fillu emisionin, e qysh kemi me u fut na. A përse sa spontanu shianës? A u bendet, se më kanë thonë, shiku, shumë kena pata, qysh fola në ikni, a u bendet që? Po me edhe paka shumë jena mësu me ty si në studio. A? Si njete reale. A, ju kanë ndihmu TikToku u përgjigjem. O, ti për janë të mira këto, një kompliment. E vërtet, nuk ka gënjy.
A mund të shmi pyet nëse munden me ardhë në shtëpi me lyp për martes, a shkonin e për shtëpia, dikush burrin e ka të vështirë, s'ka qef mi apo drun kërkosh. Po kemi pas kësi raste që na kanë kontaktu, fotën e profilit, e ka pas kështu me të dashurën edhe po pyet sa a muj me ardhë në studio më rregullu, thash po patjetër, tha veç stafi a është krejt me femna. Thash po krejt femna jena e mirë, tha se për ndryshe burrës m'len. Do më thonë kena dhe kësi raste. Okej, a shkoni në shtëpia? Po, Besoj që çmimi është më i shtrejt apo është njëjtë? Normal më i shtrejtë. Më i shtrejt është. Shkaku që na nuk jena prezente në studio dhe i mungojna studios. Edhe është shërbim ekstra, kështu që normal që është më i shtrejtë. Do me thonë, vinë në shtëpi. Veç i shkruane, Arnisa Mjeku, Vlerta Mjeku. Mjeku me 3 uja, se me nësit kom gjetë. Po se është në zonë. E në zonë është dhe, e njonë shumë që kom Vlerta Mjeku që është në zonë. Grimerit të bukura në Kosovë. Kompliment. Faleminderit shumë. Le të na propozojnë na i grim dhe flok për semi-maturant. Çfarë grimi? Unë i kisha propozu një grem që i thekson vijat e fytyrës, po prap që qëndron tek natyralja, pasi që kur të kalojnë disa vite, prap me qenë në trend. Ai grem edhe mos me dal për i modës edhe më të pëlqy vetja prap se prap. Fotografi, mos me thënë ku Po, unë për shembull fotot e mramjes nuk jam lysh shumë rënë, flokët i kum pas veç drejtume, moda tash ka ndryshu, po prap se prap mirë ka qenë për atë kohë. Të lshuarat, lidhura, Unë ma i bistek, qa po thë? Unë menoj që duhet pak me ju përshtat edhe çka ka vesh, edhe çush është bo grimi. Okej. Nëse veç fusani është tepër i mbyllur, atëherë unë preferoj për me i kap flokët. Për me e qitë në pa ftyrën, se nëse edhe flokët janë lshune edhe fustani mbyllur, atëherë nuk del bukuria në pa. Kështu që duhet me këqyr këtë elemente tjera për me propozu diçka. Okej, po më pëlqen. A ka të dashur Vlerta? Pip. I ke pëlqy ti kujt? Po, shia relative. Shia është A ka të relative. dashur? Vone publike, po ajo. Qysh është për me folë. Unë jam tepër e lumtur. Çka ka shumë rëndësi. E në zonë me qenë ka. Edhe në bjerë mirë. Jam tepër e lumtur, kjo ka rëndësi. Super. A lodhën dhe njëherë nga puna e tyre? Unë faktikisht nuk e shoh, kur t'jam në studio nuk e llogariti veten që jam punë. Ndoshta që e du shumë, tu bo muhabet, më duket si relax ma shumë. Është patjetër edhe lodhja pak, pjesë e ditës, po prap se prap ma shumë knatësi se lodhje. Është fat kur njeriu e bën një punë që ja don lodhë që është shpirtit zemrës. Ti ke përfundu ekonomikon, sot je flektar, unë kom përfundu juridikon, dhe jam në televizion. Shumë është interesant kjo. Dohet me dasht. Kur e don edhe nuk lodhesh edhe je në gjendje me punu shumë a shumë, sanet me dashni i buhen shumë a mirë. Edhe ti sallatën e ke bë sot me dashni. Ti të thonë bre, Sot e ke bë sallatën me dashni edhe për që ata u kun edhe ma e shishme. Kështu që menoj sanet që buhen me qef edhe me dashni janë gjithmonë ma të sukses. Po vëlla dhe me qef ju kom ftu, se më pëlqeni shumë, më ka pëlqy puna e juj, e thasha dim të thash shikuzat pse mos mi u dhonë hapësire, meritojnë. Kështu që knatësi që i kam këto. Knatësi dhe për neve që jemi këtu. Jeni shumë të mira. Shumë faleminderit edhe ti për energjinë. Shumë faleminderit. Shumë kalësh ti pja shikur. Se i t'ka shmirë. Ta shiku me krye emisionin, sinqerisht. Po të sa ka që uona. Wow. Po, gjëra që ndodhin. Ku e kanë lokalin? Shumë thjesht të qafa. I mbrapa kafe të vogla, Po, din e kalon krejt. një rrugën semaforin pumpën aty, edhe një rrugë mbrapa qatë. Se që në qendër jenë. Po, Ajo ajo ka ndihmu TikToku, kry për biznesin. Këto përfunduan pyetjet e publikut. Unë kam edhe 2 pyetje, por e kam edhe një dhuratë për ju. Ta marrim dhuratën? Se harova ma herët në kuzhinë. Okej. Çanta e Moninit, dhuratën e keni nga Migrosi. Faleminderit Produktet shumë. më të mira, higjieni shikues Migros Superviva, po dhe markete tjera.
Brenda e keni produktet më të mira italiane, keni vajin Moninin, keni pasta garofalo, tash mas keni 2 motra në shtëpi, keni kallabllak, to vjen herë në shtëpi. 6. Ja pas na qollu, i keni 2 pako linguine, keni rizo scottin, edhe e keni puntin, ja, e bëni sallatën në shtëpi edhe në fund. Gjithsesi që kena mësuar një sallatë mirë. Shumë faleminderit. Po, Shumë faleminderit. Me që se vera po afron, ha? A do një verën besoj? Shumë. Unë e du verën Po jeni shumë. në punë verës, unë e ndeti. Që ato kesh të thonë, po qysh nuk është sezona dimrit e verës me najtë veç ndeti. Qa me bo? Zakonisht këtë udhëtimet edhe pushimet na i bojmë në shi. Po na shohin shumë shikues, po na shet diaspora, po na shohin vajzat reja, nusë që kanë u martu si vjetë, ose edhe shikues që kanë me shku musafir, e dojnë me u grimu të ju fillimisht, po ajtë plasim shkurt për nusët, qka është trendi i vitit 2025 për grima Nisa? Për nusëm, ishte me Ama rënd, ama let, na kemi qef, mu bo koq buz, mu shminku shumë, se dhe me knusa do të me qenë kontrast, adin shumë grim. Me qenë se fotot kur të martohesh mbesin gjithmonë, unë prapë po qëndroj te ajo që mos me egzageru me grim, po mbi të gjitha që ka duhet me konë shumë kujdes me bo, është teni i lëkurës, pasi që nusja shihet live, edhe ka rëndësi shumë. Njërsitët. Po, njërsitët po ashtu, edhe ka rëndësi teni mas shumë tim. Asoj edhe i kushtoj rëndësi në mënyrë që më do kësa ma natural. Pastaj boost, varsisht qysh vendos nusja, dikujt i pëlqejnë boost e kuqe, po syt. Që shkojnë hetë, qashtë? Unë s'di pse me nej që të shkojnë. Nëse nusja vendos me i bo boost e kuqe, ose bardë dhe diçka, syt shkojnë ma thjesht. Nëse syt i ban ma ranë, boost ma let, diçka nutë, kështu. Flok që është pëlqenjë të nusët ma shumë. Me i lidh nusja flok, se unë e thamë kur të martona kësha, po se mi lidh kejtën e. Mu më pëlqenë ma ekstravagante gjithë. Mu Qa personalisht. është të me i lëshu? Jo, me i lidh, me dalë. Me eksperimentu Me diçka. Se ta është nusët që marrin grimirin, flektarin me vetin, dasëm, po i ndrojnë Edhe fustanat, zakonisht sot nuset tjetër frizure kanë për me shku me i marrë me kerre, tjetër e kanë për fotosesion, tjetër kur hynë në restorant, edhe shumë kena kërkesa edhe për me ndru grimin edhe frizurën në restorant 2 herë. Do me thonë në mes dasmës, kështu që unë i preferoj të lidhuna, arsyeja është pse sado që ti qatë lak ose munohesh me mbajt frizurën vend, moti është shumë i nxehtë hën del prej veturës, kështu që ai flok ka mulshu se pesha lëshon flokun. Kështu që kur është i lidhur ai gjithmonë duket bukur. Po na shohin shikus, po na shet diaspora. A jeni të shtrajta, që ka mirë po i keni drejta, a jeni të shtrajta? Për standart Kosovës, jo. Për standart Kosovës, nuk jeni. Jena Se e di që dallojnë çmimet shumë kur Kemi vjen te çmimet nusët vera. volitshme. Shpërfit, çmimet volitshme. Atëherë, unë kam një kërkesë. Për gjithë shikuesit e shijes së anët që po na ndjekin këto momente. Krejt ata që do t'ua bëjnë follow në këto momente, sot apo më vonë, apo kur ta shohin emisionin edhe më vonë në YouTube etj. A do t'ja mundësoni uljen, po themi 10% ulje. Ata që po na shohin, flok e grem. A fajtosh Birta jo se ti ekonomiste? Ekonomiste plus marketing. Këtu punë shkojnë pak ata me hatër, po. Po, follow. Unë ju dëshiroj shumë suksese, knaqësi që ju pata, knaqësi që ju gatuva, knaqësi që ju intervistova, ishte knaqësi, jeni shumë të ëmble, jeni shumë të mira, jeni shumë të sjellshme. Më keni pëlqyer shumë, edhe aja që thatë ju energjia, unë ka pëlqyer energjia të ju, me dispo prast na kanë ngelet e 1, 2, 3, 4 epizode i kemi, edhe 4 grime dhe flok, o zot, nga une. Shumë faleminderit edhe prej Teana për ftesën. Jena nisi në shtëpi. Yes. Knaqësi që Faleminderit edhe ishim. prej ekipës tonë. A kam pëlqyer, ha? A Jena shëntira. shumë sjell shumë dhe shumë bashkëpunus. Shumë faleminderit. Edhe shihemi na. Po shihem, ka gjithësysh. Na gjithësysh. Nesër jo, po mas nesër kemi zhirëm, na mas nesër kemi më poshë i bus. Anisa Fat kalove muhabet. mirë. Unë u kënaqja shumë.
Na u knaqëm edhe para se me orë këtu me ty. U knaqëm shumë, gjithë shka ke perfekt. Pak e kopi këtë sikletja, ne? Pak ma e mbëllë. Jo, ta është të për parësi Blertës pak me full se me modhja, të ujmë kësoj së finalit goja. Edhe pëse ju me modhja kitë menojnë që Arnisa më gënë mu, po faktikisht jo më në e qenë këtë Arnisa. Jo, sa interesant. E kush e do njëna tjetrën ma shumë? Unë më nëjë që dua Arnisën ma shumë të ashtu pjanës. Që është menimet. Mendimet. Do të shkoj me marketing, do të mbyllim, do të kthejmë të mbyllim emisionin, jo anë prit një qatë tje, edhe ditë qka, pepime dhe ka një kafe në qytet. Qatë tje të lagja e ujë. Te qo. Qatë ku bëhet mas mirë. A po shkoj? Na si që po të një suksese, vera 2025, i keni edhe maturante, harova për maturante, apo i lini natural, qysh po bonë, ta sot bagje ekstravagante për maturante, hajde shkurt shpejt për maturante. A keni oferta, ha? Po, kemi dhe ofertën për maturante. Ta ofertën për maturante që po rashoj. Po, pa problem. 50 euro grimi dhe flokët. Sa lirë. Po, me qenë se bojnë shpenzime, jo fustani, jo tash po bojnë sprejten, jo shumë shpenzime me nëj edhe diçka ma të vëlletshme për to. Pasi që ato janë me një mosh ku nuk punojnë, edhe i sigurojnë të hollat prej prindve, edhe ma mirë diçka Bravo. ma të lirë për to. Bravo, shumë suksese 2025. Inshallah këtë grimet që i keni 3 herë shkoni i bleni. Shumë faleminderit. Sukses edhe për ty Ana, të urojmë. Shumë shpejt për presim thamë në restoranin tanë. Nëse që i ofër neves, me na hek dirë të në ushqime. Kryme, delivery. Kryme, para tjeni. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit shumë. Shikues, po shkoj me bllokun e fundit marketingut dhe rikthehemi për ta mbyllur emisionin për mos e droni kanalin, që droni me Flan Kosovën dhe shien e Anës, e në po e pinë se Blerta pas ka pi kafën krejtu në marrë. Si pas ka prit. Pinë kafën që të e ka preqy. Dë, tre. Wow, shikues, qfar epizodi, qfar sallate, qfar mysafire i patëm, se cila më e bukur se tjetra, se cila më pozitive se tjetra, dhe se cila më punëtore se tjetra. Qëfëse dëshironi që të zbukuroheni tek motrat Mjeku, Arnisa dhe Blerta Mjeku, i gjeni në Instagram, bëjani follow dhe, si që tha më herët tek intervista, shfrytëzojeni kodin prej 10% me shijen e Anës, dhe automatikisht fitoni ulje si në grim, ashtu edhe në flok. Ciao Berto Franke, faleminderit që jemi neve prej sezonës së parë. Rizo Scotti dhe Garofalo, faleminderit që këtë sezon kemi qenë së bashkua me super produktet kualitative italiane. Kemi fat që i kemi në vendin ton. Prince Cafe si gjithnjë, kafeja më e mirë vendore. Faleminderit Prince që çdo të diel na i kënaq të ftuarit me super kafën, preferuarën time, shijen e vanilës. Mielli Finessa, mielli me imi sa të mirë bre ka emrin, Finessa, është Finess e vërtet. Edhe që kam pëlqen se është me dy në ja. Finessa, se kemi 2 rrokje, Finessa. Uji alkaline, uji me i mirë në vend me pH prej 9. Të konsumojmë produkte vendore, sepse në këtë mënyrë ne zhvillohemi. Flown Flower Shop, që jep jetë emisionit tonë, sot kemi super tulipanat bukura, o zot që më kam pëlqy kur i pasha. Shumë i kemi bukuroshe këtë tulipana. Dhe faleminderit pra motrat, Arnisa për grimin dhe Blerta për flokët, edhe pse mu kam prish flokët. Dhe falenderimi më i madh shikues është për juve që do të dielin me Klan Kosovën, sepse të dielave në Klan Kosova është përthim nga mëngjesi, emision pas emisioni, mos u ankoni më ndej s'ka emisione, kemi po punojmë shikues. Jo që sa po jeni zgju. Shiqojeni emisionin tonë në kanalin tonë zyrtar, Shija e Anës, dhe gjeni super salatën tropikale, pranver, ananas, dredza, arra, mjalt, vaj ulliri, trangoj, në koment, i ka shikusa, hajtë. Po shkej pe pi kafën e dytë qitash. Edhe po e shija i këtë ditë të djel, e me shpresën që bashkë me ekipën e Shijes së Anës, t'ju kemi përquar vetëm energji pozitive, sepse kjo është qëllimi, kalani bukur.